Qytetar, gati 5 vite më parë kur morëm mandatin qeverisës, korrupsioni nuk ishte thjesht perceptim, por realitet. Ishte një sistem i ngritur për t'i mbrojtur dhe pasuruar zyrtarët e korruptuar. Politikanët e korruptuar ju i larguat me votë, kurse ne çmontuam sistemin që i mbronte ata. Ndryshuam kornizën ligjore dhe deponuam qindra lëndë në prokurori, miratuam pakon e ligjeve kundër korrupsionit ndërlidhura me të ardhurat, dhuratat dhe deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik, qartësuam mandatin e agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe miratuam 2 herë ligjin për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Si rezultat, në këto 5 vite jemi përmirësuar për 31 vende në indeksin kundër korrupsionit ose për 6 vende çdo vit. Korrupsioni dhe krimi janë të ndërlidhur. Zyrtarët e korruptuar jo vetëm që nuk e ndalojnë, por e mundësojnë krimin. Gjatë qeverisjes tonë shkatëruam 146 grupe kriminale, ndërkohë që u arrestuan 350 zyrtarë publik dhe u konfiskuan 6,7 ton drogë. 23 laboratore drogës u shkatëruan, përfshirë këtu 13 në veri të vendit. 10 objekte të laboratoreve ilegalit të kriptovalutave u mbyllën dhe janë konfiskuar qindra pajisje. Dogana, në anën tjetër, ka sekuestruar 61,2 milion euro asete. Ndërkohë, veprat superkorruptive të qeverive të kaluara, sikurse homologimi dhe terminalet që ushqyen politikanët, u mbyllën dhe parat i takuan shtetit. Qindra miliona euro shkuan në xhepat e zyrtarëve të korruptuar për më shumë se 1 dekadë nga vendimet korruptive. E kur ekonomisë i largohet korrupsioni dhe krimi, atëherë çlirohet potenciali dhe ekonomia rritet. Si rezultati i veprimeve tona, papunësia nga 26% ra në më pak se 11%. Ekonomia u ngrit nga 7 miliard në 12 miliard euro. Buxheti i shtetit u rrit nga 2,4 miliard në 4 miliard euro. Rritja mbi 70% e ekonomisë dhe për 2/3 të buxhetit shtetit brenda 5 viteve është tregues më i mirë i luftimit të korrupsionit. Rezultatet edhe më të mira do t'i kishim sikur të mos bllokohej reforma antikorrupsion nga gjykata kushtetuese, sidomos byroja shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Por, siç e thot populli, kjo vetëm vonim se pështim nuk ka. Të dashur qytetar, transparenca është thelbi i strategjisë së re shtetërore kundër korrupsionit, e cila ka kaluar çdo vlerësim e diskutim publik. Me marrjen e mandatit të ri, do të miratojmë në qeveri dhe bëjmë udhëzues për institucionet publike në hartimin e politikave të tyre. Do t'i lidhim sistemet ashtu që thesari, organi shqyrtues i prokurimit, Agjencia për parandalimin e korrupsionit e katastri, të mos mund të punojnë pa ndarjen e informacioneve ndërmjet tyre. Do të sigurohemi që gjyqtarët dhe prokurorët përdorin sistemin elektronik për ndarjen e lëndëve, ashtu që të ndalohet përfundimisht abuzimi në trajtim lëndësh në vendimarrje, veçori kjo e dalluar e sistemit prokurorial. Kështu, çdo qytetar do të di saktë çfarë ka ndodhur me lëndën e tij në sistem. Kur është regjistruar, kur është trajtuar, pse nuk është trajtuar si duhet dhe kush bart pasojat për këtë. Një gjë e tillë do të ndihmojë vendimarrjen e Këshillit Gjyqësor Prokurorial në disiplinimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve e do të sjellë llogaridhënien e shumë kërkuar nga ky sistem karshi publikut. Dikur kishim shumë korrupsion e më pak zhurmë për prezencën e tij. Ai nuk luftohej sepse shteti ishte i kapur. Sot, kur ekonomia e buxheti i shtetit është shtuar me miliarda, kur janë luftuar e larguar abuzuesit e homologimeve, asfaltimeve e terminaleve, duke kursyer qindra miliona, ka ngelur vetëm zhurma. E më të zhurmshmit janë ata që kanë humbur më së shumti. Por me qeverisje të mire transparente, nga taksat e qytetarëve duhet fitoj qytetari dhe të forcohet shteti. Për herë të parë fitojnë nënat e fëmijët, bujqit dhe fermerët, ushtria e policia, rendi dhe ligji. Të dashur qytetar, lufta kundër korrupsionit është detyre përditshme, një betim ndaj shoqërisë sonë dhe brezave që do të vijnë. Sot, në javën kundër korrupsionit, reafirmojmë angazhimin tonë për një shtet të drejtë, transparent dhe të përgjegjshëm.
një shtet ku ligji është më i fortë se interesi dhe e vërteta më e rëndësishme se privilegji. Le të vazhdojmë